Lëvizja Shqipëria Bëhet ka depozituar në SPAK një kallëzim penal mbi keq administrimin dhe abuzimet në sektorin e naftës. Adreti Klapen, kryetar të Shqipëria Bëhet, e kam të ftuar në studio. Mirë se erdhët, faleminderit. Kënaqësi. Sa po vini nga SPAK, ku keni depozituar këtë kallëzim penal për keq administrimin dhe abuzimet që i bëhet naftës në Shqipëri. Po. Mbi cilat prova e ngrini këtë pretendim, zoti Lapaj? Ne kemi mbi një vit që bëjmë shkresa dhe mbledhim dokumenta në lidhje me sektorin e naftës. Është fakt publik tashmë që çdo qytetar e di që ne kemi çmimin më të shtrenjtë të naftës në rajon, një nga më të shtrenjtët në Europë dhe në botë. Nga ana tjetër, në bazë të shkresave që ne kemi bërë me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, jo thjesht me fjalë që ne jemi një vend që kemi naftë, po me shkresa, na rezulton që prej vitit 2004 dhe në vitin 2024 janë nxjerrë vetëm nga koncesionarët privat mbi 16 milion ton naftë. S'po them këtu Alpetrolin, pra pjesa e burimeve të shtetit, po them ato që kanë me marrëveshje hidrokarbure. Që do të thotë është një pasuri e jashtëzakonshme. Në këtë kuptim rezulton që nga një inspektim që ne kemi bërë për shkak të ankesave të qytetarëve, fushat naftmbajtëse të Kuçovës, të Baushit e Meradh, të Gorishtit e Meradh, kanë një dëmtim shumë të madh të aspektit teknologjik, rrjedhje të mëdha nafte, prenjë dhe lumenj të ndotur masivisht, miliona ton naftë që ikën si mall pa zot nëpër lumenj, dhe po më thoshte një nga ekspertët e fushës me cilët kam komunikuar që një pikë naftë, vetëm një pikë naftë, bën të papërdorshme 700 litra ujë. Pra vetëm një pikë naftë kthen të papërdorshme ndot 700 litra ujë. Kaq shumë i madh është dëmi që i vjen vendit ton nga kjo papërgjegjshmëri. Tani ne themi, nëse jemi të paaftë të administrojmë naftën, se kemi marrë të dhënat nga KPN-ja dhe nga drejtoria dhe nga financat, nga tatimet, dhe na rezulton që shteti shqiptar nga këto 16 milion ton naftë nuk ka marrë tatim fitimi. Tani çfarë është kjo histori që janë 16 milion ton naftë dhe ne dalim pa fitim? Atëherë përse e nxjerrim këtë naftë? Më mirë ta mbyllim. Po si jemi të zotë që ta administrojmë, më mirë të mos e nxjerrim. Se po ndosim ambientin. Po ndosim tokat, po ndosim produktet bujqësore, po ndosim detet, peshkun, po ndosim çdo gjë, po shkatrojmë jetën dhe shëndetin e banorëve në këto zona. Tani, kur ne nuk përfitojmë, atëherë më mirë t'i mbyllim, po jemi të pazot dhe t'ja lëm brezave që vinë, ndoshta ata e bëjnë. Kë bëni përgjegjës? Shteti shqiptar. Institucione, individ? Pronari, entiteti pronar i vend burimeve të naftës në Shqipëri është Republika e Shqipërisë. Kjo pasuri e jashtëzakonshme, që t'i them qytetarëve për të kuptuar se sa e madhe është. Ne sot që flasim, kemi të zbuluara rreth 200 milion fuqi naftë bruto, që mund ta nxjerrim me teknologjinë që kemi. Ndërkohë, për ta krahasuar, Greqia, që është fqinji jonë, që është 4 herë më e madhe se ne të paktën si sipërfaqe, ka vetëm 15 milion fuqi. Ndërkohë, ne kemi kapacitet që mund të harrim me shpime të tjera nga 1 miliard deri në 6 miliard fuqi në raport me teknologjinë që duhet përdorim. Tani, gjithë këtë pasuri të madhe, si mund ta lëmë ne si mall pa zot dhe ne të paguajmë një nga çmimet më të larta në botë të naftës? Se ka një kontrast me sasisë së naftës së nxjerrë dhe çmimit që ne paguajmë çdo ditë. Eksakt. Tani, ajo që ne themi është që logjika normale e çdo qytetari pyet dhe thot. Tani ose ne. Tani këtë pyetje ka bërë çdo shqiptar. Këtë kemi çuar ne sot. Shqipërisë edhe jashtë. Këtë kemi çuar ne sot. Ne jemi një vend naftëmbajtës, nxirret naftë dhe nga ana tjetër ne paguajmë kaq çmimin e naftës. Jo thjesht një vend naftëmbajtës. Për territorin që kemi jemi një vend i madh naftëmbajtës. Ne jemi një Arabi e vogël saudite për territorin që kemi. Jemi një vend i madh naftëmbajtës. Dhe nafta importohet. Jo vetëm që importohet, po e paguajmë me çmimin më të shtrenjtë. Tani kjo është çështje. Kosova e merr nga portet tona dhe e jep 500-600 lekë më lirë. Tani çështje interesash është kjo? Paftësi, vullneti, ju akuzoni drejt për drejt shtetin shqiptar. Ne sot në prokurori kemi çuar 2 dokumenta që vërtetojnë gjithë
veprimtarinë naftënxjerrëse në 20 vitet e fundit, dhe këto janë dokumentat të shtetit shqiptar, sasin. Nga ana tjetër kemi çuar pamje filmike të gjithë këtyre vendburimeve që ne kemi evidentuar që derdhen lumenjve, dhe është e provuar në gjykimin tonë që nafta... Me video, me foto? Me video. Prenj, lumenj të vendit. Edhe dëshmi njerëz, çfarë ka? Jo, fakte, puse prenj lumenj që në këtë drejtim ne kemi hedhur një hap. Një hap konkret. Po? Ku ne kërkojmë që të hetohet shpërdorimi i detyrës, të hetohet ndotja që bëhet, dhe nëse ka element të hetohet dhe korrupsioni i zyrtarëve. Pra kjo është çështja. Republika e Shqipërisë duhet të rimarrë nën kontroll burimet e veta natyrore. Duhet të rimarrë nën kontroll dhe të fitojë nga nafta. Kompanitë e huaja? Çfarë kanë kompanitë e huaja? Jo, që e kanë marrë ato me koncesion. Po, kompanitë e huaja, ato duhet të zbatojnë, e para njerë këto kontrata koncesionare një pjesë të madhe janë masakruese për interesin publik, dhe duhet absolutisht të mos përsëriten më. Pra, nëse ajo mbaron për 3 vjet, se janë drejt fundit një pjesë e madhe e tyre, nuk duhet të përsëriten më, sepse janë dërmuese për interesin publik. E dyta, shteti lë qëllimisht. Po pa tjetër më që qëllimisht e kalën. Çfarë është kjo ujë republike, që nxirren $700 milion naftë në vit, dhe deklarojnë $700 milion shpenzime në vit, dhe kontratën e ka bërë që ajo kompani do paguaj tatimi fitimin vetëm nëse del me fitim. 700 milion shitje, 700 milion shpenzime, i vën rrogat nga 200.000 euro. 250.000 euro, 300.000 euro. Pra, ajo që po themi është, më gjeni një vend në botë që pasurit e jashtëzakonshme shpërdorohen në këtë mënyrë. Nuk ka more, nuk ndodh, në vend normal flasmë, nuk ndodh. Ne synojmë integrimin evropian. Nuk mund të ndodh. Dhe ajo që kemi kërkuar është hapa konkrete. Si mundet ne me një nga vendburimet më të mëdha të naftës, kemi fushën e dytë aktive më të madhe të naftës në Europën kontinentale. Si mundet ne të kemi këtë gjendje në sektorin e naftës? Por mirë mor zotri, nuk e zhvilluan dot, nuk na jep dot çmime të ulta. A ka mundësi të mos na ndosësh më vendin? A ka mundësi të vëmë Chelsea edhe jemi të pas zot t'i administrojmë, ku diun, 5 vite, 10, 20, po tani ne 800 punonjës të Baushit edhe rrogat i kanë pa marrë. Dhe ngritur disa herë